Banorët të fshatit Moglic po përballen me mungesë të kanalizimit, infrastrukturë të dëmtuar rrugore si dhe mungesë të ndriçimit publik. Për gjendjen në këtë fshat ka folur banori Prent Zefaj. Fshati jon, që kjo ana jon, nuk jena dy Moglica, në njëshë dhe dyshi. Ka na nuk ka as ndriçim, s'ka as kanalizim, s'ka asfaltim, s'ka kur gjë se në marrë me neve. Si komune, si shtet ose si dishka. Mes tjerash, Zefaj tha se pavarësisht ankesave të vazhdueshme të banorëve ndaj institucioneve përgjegjëse, deri më tani nuk ka pasur reagime konkrete. Për kanalizim kena bo, disa herë, edhe për rrim. Për diçka tjetër, jo, se me thonë, për ndrejtësime për së tjerët, jo. Cilat janë përgjigjet që i keni marrë? S'kena marrë përgjigje kur fort. A i foli gjithashtu edhe për vështirësitë me të cilat përballen banorët çdo ditë si pasojë mungesës së këtyre shërbimeve bazike. Pa kanalizim nuk jetohet. Tashti edhe për ndriçim, tash po shihet se s'kemë as ndriçim as kurrë. Për shtyllat elektrike nuk e di e keni vërejt ka une. Kështu i kam 20 orë i vend, i kam 10 shtylla elektrike në vend temin, në brend temin. Unë nuk di qysh dhe ku më shku kështu. Thira jeme ashtë le të punojnë drejt mirë. Jo veç me përmtime, po me punë. Ka ardhë njëherë, kanë ardhë për këtë në zgjedhje, kanë ardhë për asfalt që kënena, ka ardhë edhe kryetari i Gjakovës. Si ka shku kryetari, ka shku me bagera, me ka shku mrabatina. O harru asfalti. Ta që shalën që zgjedhje tjerë, bëndë e shka. Banorët e Moglicës kërkojnë reagim më të shpejt nga institucionet kompetente me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe lehtësimit të jetës së tyre të përditshme.